Cili shtet ka numrin më të madh të kishave në botë? Në fund të listës qëndron Arabia Saudite, e cila nuk ka asnjë kishë. Somalia ka vetëm 1, Koreja e Veriut ka 4, ndërsa në Antarktid gjenden 8. Duke u ngjitur në renditje, në vendin e 5 është Spanja me mbi 23.000 kisha, përfshirë edhe një që ka më shumë se 140 vite në ndërtim. Në vendin e 4 renditet Meksika, ku sipas disa vlerësimeve numri i kishave arrin deri në 50.000. Në vendin e 3 është Italia, që mendohet të ketë rreth 60.000 kisha në të gjithë territorin e saj. Vendin e 2 e mban Brazili, me mbi 100.000 kisha të denominacioneve të ndryshme dhe me popullsinë më të madhe katolike në botë. Ndërsa vendin e parë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me rreth 350.000 deri në 400.000 kisha dhe afërsisht 230 milion të krishterë.